إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Vërtet që Allah të Azzawajal I takojnë të gjitha falenderimet, të gjitha lavdatat. Atë falenderojmë vazhdimisht, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka udhëzon Allahu Azzawajal në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë dhe ta devijojë nga ajo rrugë. Mirpo atë që Allahu Azzawajal e lën në humbje me drejtsinë e tij, askush nuk mund ta drejtojë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut Azzawajal I cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I tij. Allahu Azzawajal në librin e tij fisnik thot: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Thot ne I kemi porositur ata të cilëve u dham librin para jush, por edhe juve që të keni frikën Allahut Azzawajal, që ja keni dron atij. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Vazhdon ajeti kuranor. Por nëse ju mohoni, Allahut I përket gjithçka që ka në qiell dhe ka në tokë. Dhe vërtet Allahu është I vetë mjaftueshmi dhe është I denjtë për çdo lavdat. Andaj vllazni, kjo porosie e vazhdueshme nga Allahu Azzawajal, që ti kemi frikën Allahut Azzawajal, është për shkak interesit ton, për shkak dobisë ton që kemi për këtë. Dhe për faktin që nëse gjithë njerëzit e mohojnë Allahun subhanahu wa taala, kjo nuk pakson asgjë nga pushteti I tij. Allah subhanahu wa ta'ala çdo gjë që ka kriju dhe çdo gjë që bën me urtësinë e tij. Thot Allahu në Kur'an, në një ajet kuranor: "Walau yasha'u Allah laja'alakum ummatan wahida." Sikur Allahu të dëshiron, kish me ju bë të gjithëve në një fe të vetme. Gjithë me konë të uzu, gjithë me konë njerëz të mirë, askush mos me bo vepra të këqija, askush mos me mohu, as një keqe mos me ndodh kur. Për Allahun është kjo zor? Jo, sikur kish dashur Allahu, këtë kish bë. Mirë po, urtësia Allah subhanahu wa taala është që të ketë ndryshime mes njerëzve, ose ndryshe thot Allahu, walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Por Allahu e devion kën ai të dëshiroj dhe e udhëzon kën ai të dëshiroj. Për atë person tek I cili Allahu din në zemrën e tij sinqeritet, dashuri për të vërtetën, e don të mirën, e don udhëzimin, nuk ja kthen shpinën, e udhëzon. Mirë po atë që ndjek të keqen, e don të keqen, është I prim për të keqen, Allahu e lën në humbje. Mirë po e gjithë kjo është me drejtsinë dhe me urtësinë Allah subhanahu wa taala. Kjo komplet është urtësia Allahut. Kanë e udhëzon me mirësinë e tij. Dhe kanë e devion me drejtsinë e tij. Po edhe udhëzimi, edhe devijimi në gjithë këtë ka urtësi. Dhe përmbyllet ajeti kuranor: "Wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun." Por ju do të pyeteni, ju gjithsesi keni më marrë në llogari për atë që keni punuar. Andaj, kjo është një e vërtet për cilën duhet mu përgatit secili për neve. Do të merremi në pyetje për atë që ne e bojmë. Nuk do të merret Allahu në pyetje. Pse na ka udhëzu?
Pse na ka deviju? Për shkak se na jemi shkaktarët. Na i kemi prija asaj. Ato është pyetja, ose mirësia e Allahut nëse jemi udhëzu, ose është drejtësia e Allahut pse kemi deviju. Po njeri nga njëherë prej mendje madhësisë e tij, prej arrogancës e tij, nuk e kërkon problemin të vetja e tij, e kërkon problemin të Allahu. Allahu të pyetet pse ndodh kjo, pse ndodh e mira, pse ndodh e keqja. O njerëz, e keni pa atje, ose mund ta imagjinoni një njeri të urtë, një njeri të mëshëm, një shkencëtar ose një poet ose një duke shkruajtur në një tastaturë, qoftë një shtyp shkruajnë të moshme që kanë qenë ato, qoftë një tastaturë, qoftë me ta që janë cilën dush. Me aksyr veç gishtat e tij, një atu. Por ato që këshyr vetëm çat pjesë, është gjë pa kuptim. Është gjë pa rënd. Bile me këshyr hallë edhe ato shkronjat nuk janë post alfabetit aty. Janë përzime. Po ka urtësi, pse është edhe ajo rënditje në tastaturë, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, është që nëse këtë e ka punu një njeri i urtë dhe i mençëm, kime pa atje një punë madhështore, një rezultat madhështor, një urtësi të madhe, një mendje të hollë, që ka bon një punim i cili e mahnit çdo njeri. Qoftë ndaj punim shkencor, qoftë ndaj poem ose vjersh ose çka dush tuj. Mirë po gjonat nuk janë nashta shumë më larg se sa njëri që mund i sheh dhe i përcjell. Në jetën tonë, përditshme selemo, ose po marrim një shembull tjetër. A ke pa ata pikturët? Për shumë njerëz që s'marrën vesh në pikturën, po thojmë s'po marrën vesh, a dina të kumë që është një shkencë veti, një anë veti, gjonat më pa lidhje që mund i vizatojnë dikush janë ato që i vizatojnë pikturët. Shumë herë janë senet shumë pa lidhje. Për shumë njerë nuk e kuptojmë as çka ka dosh me thonë ose çka është ajo pikturë. Bile ka njëherë ata, ose mund ta dëgjoni aty në mënyrë, domethënë nënshmuse, sa kështu, ose mund ta imagjinoni sikur një piktori të thonë, çka është kjo? Ti je një piktor me famë. Ti je njëri që ton piktor, çka është kjo punë? Çka është ky vizatim kështu? As ata më parashkollon fëmia që shkollavitin, ma mirë del se kjo. Supozo thot, sikur ai të kish marr, që të me vizatu një kokër, gruni. Se edhe vizatoj deri në qatë mos, sa që erë thot një pull, edhe dhe ke me hongër, se si e gjalla, se si e gjallë. Edhe ta u mahnit kjo që po pyt. Ta shë hina unë krejt diska tjetër me së shgojle, a i tha, po ti ko keni me a piktore, sot po veçune nuk piktoraj për pula. Ha? Nuk piktoraj për pula, po piktoraj diçka që jo gjithë kush e mervesh. E tash nëse kjo ndodh me njerëz të thjeshtë, që ato që e bojnë është më e madhe se sa me kuptu gjithë kush. Po kur është urtësia e Allahut? Kurse në urtësinë e Allahut e gjon veten edhe ai më ignoranti. Se një kokër gruni mund e piktoron qysh dush. Po me kriju një kokër gruni prej asgjaje, s'mundet me bë askush pas Allahut azza wa jall. E ato bindet çdo njeri që pa komendje. Mirë po, çdo urtësi, a mundesh me kuptu? Jo. Kur që janë pikturat e piktorëve, çfarë është piktura e Allahut, krijimtaria e Allahut, që so gjona s'do të mundi me i marr vesh kurr. Mirë po në fund, krejt kjo mbyllet vetëm me një gjë. Është Allahu, ma i modhi, krijuesi çdo gjëje i urti, që ai nuk pyetet për gjëra që i bën, por na do të pyetemi. Dhe ajo që duhet neve të na shqetësoj dhe duhet të ngjallet interesimi jon, edhe duhet jemi gjithherë në kërkim të saj, është udhëzimi jon. Ki nevojë të jesh nga ata të udhëzumt, jo nga ata të devijumt. Se do të pyetesh nesër për jetën dhe punën tonë. Për ata, për udhëzimin ka ajete, ka hadithe, ka këshilla, po zgjedhëm vetëm këshillën e pejgamberit alayhis salam që ja drejton Aliut radhiyallahu anhu. Thot Ali, ja Ali, salillah al-huda was-sadad. O Ali, nga Allahu kërko udhëzim dhe goditjet
të vërtetës së saktes. Dhe i sot kujtoje për udhëzimin tënd, kujtoje udhëzimin në rrugë. Jetu shku dikon, nëse e din rrugën ku kime shku, qëllimin ku kime shku, shumë e thjeshtë, shumë e qartë, njëri shumë është komod. Po paramendoni njëri që merr një rrugë dhe nuk din ka me amojt, nuk din ka është rruga e vërtetë dhe ka është e sakta. Kërko që Allahu me të udhëzu në rrugën e vërtetë, pra në fenë e vërtetë. Dhe krahasoja se përkujtoja këte vetvetes me udhëzimin në rrugë të kësaj bote. Dhe thot goditja e vërtetës, thot kujtoja dhe krahasoja se goditjen e vërtetës me goditjen me shigjet. Kujtoja nëse gjud, në qitje, me një orë, që duhet synosh ta qëllësh sakun dhe mesin e saj, mundohun çdo punë jetën tonë, çdo gjë jetën tonë, dhe kërkon nga Allah, se këtu po flasim për dua, për lutje. Mirë, po duhet lutja është dy forma vllazni, me gjuhë dhe me punë. Njeri kërkon me gojën e tij dhe kërkon me veprën e tij. Pra me qeni uzun në rrugën e drejtë dhe me aqëllu të saktes dhe të vërtetës, edhe me konë maj kujdesëm për këte, se so në gjujtje që mundesh me bo me një orë, mëse me një drisha tjetër. Atëherë na kemi nevojë o vllazni shumë për udhëzimin e Allahut. Që Allah me na drejtu dhe që me aqëllu të vërtetës gjithherë. E mos me humbe dhe me deviju. Jemi një kohë të ligë, jemi një kohë të keqe, që na gjithherë kemi përsërit kohën edhe gjendjen e bojmë na vetë njerëzit. Mirë, po jemi në atë kohë që kush don flet dhe thot çka don. Në një kohë ku numri i njerëzve të dijshëm bjen, se dituria nuk është informacione. Dhe numri i njerëzve mendje lehtë është rrit. Mund këtë diploma, mund këtë shkolla akademike dhe hoxhme, ku merr ditë çfarë titulli. Por ka huq, është mendje lehtë. Atëherë kërkoni prej Allahut udhëzim. Jemi në një kohë ku i besohet rancit. E përgënjeshtrohet ai që thot vërtetën. O një kohë ku i lehet diçka në besë mashtruesit. Dhe nuk i besohet atij që është besnik. Jemi në një kohë që sa adhurimet i bojmë, veprat që i bojmë, punë që i bojmë, kemi nevojë që Allah me na udhëzu. Sa mendimet dhe gjykimet të kemi nevojë Allah me na udhëzu që me konë të saktë. Sa qëndrimet dhe situata të që kemi nevojë që Allah me na udhëzu me aqëllu të vërtetës. Kemi nevojë në jetën tonë për udhëzimin e Allahut në çdo moment edhe në çdo çast. Atëherë kjo është ajo që duhet neve të na preokupon. Më shumti dhe duhet ta kërkojmë vazhdimisht me punë dhe me gjuhë. Se përndryshe, gjithë këtë nevojë që kemi, nga kush ta kërkojmë? Për udhëzim, ku ta kërkojmë udhëzimin? Te kush ta kërkojmë? Cila është rruga? Ajo është rruga e Allahut. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu." Kush beson sinqerisht në Allahun, Allahu ja ka udhëzuar ti zemrën. Zemra ti është udhëzuar. Po kjo është udhëzuar me besimin e vërtetë, me besimin e shnosh, me besimin e plot, jo të mangët. Ose ajeti tjetër ku thot Allah subhanahu wa taala: "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." E kush kapet për Allahun, për fenë e tij, që ndrysh është për Kur'anin dhe Sunetin, ai vetë është i udhëzuar në rrugën e drejtë. Allahu na udhëzon në rrugën e tij. Allahu na bëf për atyre që vazhdimisht kapen për librin e Allahut dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se shpallja e Allahut është e padevijuar. Njerëzit devijojnë, njerëzit gabojnë, njerëzit nuk mund t'ia çellojnë gjithherë. Po njeriu duhet përpjekë dhe të mundohet se ajo që këshillon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo është e vërteta, ajo është e drejta, ajo është e sakta dhe atë rrugë ta ndjek, se në fundit që e nisëm atij ajetin: "Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun." Keni mu pyet për atë që keni vepruar dhe keni me bë. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë. Allahu na rujt nga çdo gabim. Allahu na shtoft dashuri për iman dhe vepra të mira, e na i bëft të urrejta në zemrat tona kufrin, shirkun, bedatet, mohimet, ideologjitë e gabuara, gjunohet, mëkatet,
Allah na udhëzon në edukatën e mirë, se vetëm ai udhëzon në edukatën e mirë. E na ruaj nga çdo edukatë dhe sjellje e olt, se është ai vetëm i cili na largon nga çdo gjë që është e olt. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون